Ciklet e studimit në Universitetin Luiq Gurakuqi ja kanë dalë të mbyllin me rezultate maksimale. E pasi kanë bërritur në fundin e një rrugëtimi sfidues, 10 studentë të fakulteteve të ndryshme të këtij universiteti u vlerësuan me certifikat mirënjohje për arritjet e tyre. Për rektorin Tonin Gjuraj, ky është një tregues i punës dhe seriozitetit të vetë këtyre të rinjve, por edhe pedagogëve që i kanë asistuar në këto vite. Për ne sot është një ditë e veçantë për hir të vërtetës, ndoshta jemi pak të vonuar, por ne menduam që të organizojmë një ceremoni të veçantë për t'ja dedikuar në mënyrë specifike studentëve të cilët pajisen sot me certifikatën studenti i shkëlqyer, studenti i ekselencës. Numri i studentëve të ekselencës së merituar tregon shkallën e cilësisë së një institucioni të arsimit të lartë. Ju do jeni frymëzim për të rinjtë që do t'i bashkohen në universitetit tonë. Pra, edhe kontrast, edhe frymëzim. Kështu që në këtë aspekt unë dëshiroj t'ju falenderoj për rezultatet e shkëlqyera që keni marrë në universitetin tonë. Natyrisht falenderoj edhe personelin akademik, pedagogët e brendshëm, pedagogët e jashtëm që kanë punuar me ju drejtuesit pranë fakulteteve ku ju strehoni, duke pas ju përballë sot dhe në senatin e universitetit, unë i bëj thirrje të rive nga Ulqini në Tuz, nga Baramcuri në Mirdit, në Laç, në Mamurras, në Lezhë, në Puk dhe në Fusharës që t'i bashkohen në universitetit tonë, ta kenë zgjedhje të parë Universitetin Luiq Gurakuqi, sepse ju jeni dëshmia më e mirë se si një institucion e arsimit të lartë me traditë, pra mund të nxjerrë, mund të prodhojë ekselencë të tilla. Megjithse vitet të mbushura me sfida, e kudia nuk është gjithmonë e lehtë për këta studentë sot nisi një kapitull i ri në jetën e tyre. Falënderimet i kanë për pedagogët dhe prindërit si shtyllat kryesore në këtë betejë të fituar tashmë. Është një ditë me shumë emocion, që është e vërteta sepse nuk është thjesht një certifikat, por është kurorëzimi i shumë sfidave, një rrugtimi 5 vjeçar, cili sigurisht ka pasur sfidat e veta, por dëshira e madhe për t'ja dalë i ka mposhtur këto sfida dhe për këtë ndihem krenare. Është një ditë ku dua të falenderoj familjen time, bashortin dhe 4 djemt, të cilët më kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, si dhe të gjithë stafin e pedagogëve të gjuletërsisë. Është gëzim i madh që në përfundim këtij cikli të dekurona me një certifikat si studente e shkëlqyer. Sigurisht është edhe emocion i madh që pas gjithë kësaj pune që më në fund ja ka vlejt, gjithë këtë punë, gjithë këtë mund, ja dedikoj familjes teme që gjithmonë kanë qenë aty për mua edhe më kanë mbështetur për gjithçka. Shpresoj që sadopak t'i kem bërë krenare. Fakt ndihem emocionuar sepse në këtë ditë mundim si studente ja ka vlejtur, ndihem krenare për veten time, ndihem mirë sepse një farë mënyre shpërblej dhe mundin e prindëve të mi që mësohen këtë degë, sakrifikuan për mua dhe më shkolluan në këtë mënyrë. Çdo vit Universiteti i Shkodrës vlerëson studentët ekselent për arritjet e tyre dhe kjo ceremoni shërben edhe si një ftesë për të gjithë maturantët që zgjedhje të parë për të vijuar studimet e larta të kenë institucionin arsimor Universiteti i Shkodrës.